Partia Demokratike ka kundërshtuar në Komisionin Ankimeve dhe Sanksioneve tabelat e rezultatit të zgjedhjeve në qarkun Dibër, duke kërkuar pavlefshmërinë e zgjedhjeve të zhvilluar më 11 maj në këtë qark. Përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike Marash Logu paraqiti në kas provat dhe faktet që dëshmojnë se shteti u shkri në një me partinë dhe si administrata e resurseve shtetërore u përdorën për të blerë zgjedhjet në këtë qark. Funksionarët drejtuesit më të lartë pushtetit qendror dhe vendor ishin stacionuar pranë qendrave të votimit, në disa raste i sillnin vetë personalisht nxjerrësit për të votuar. Ne kemi evidentuar raste konkrete të shitblerjes së votës. Pra persona të cilët ose mbanin funksion shtetëror, petkun publik, ose ishin persona privat të lidhura me interesat të ndryshme, bonuse dhe përfitimet e tjera shtetërore, u përdoren si një mënyrë për të blerë votën e qytetarëve. Të gjitha qendrat e votimit të KZAZ-s numër 18 i nënshtrojnë rinumërimin dhe rigërsimit të votave, do rezultojnë shumë mos përputhje sa i përket rezultateve që përmbajnë tabelat. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike u ndal edhe tek episodet e faktuara me pamje filmike të blerjeve të votave të ndodhura në qarkun e Dibrës, ku eksponentët e Partisë Socialiste u kapën duke shpërndar para në këmbim të votave. Në njësinë administrative Maqedar Dibër, mbështetës Partisë Demokratike arritën ndalojnë një automjet të markës Mercedes-Benz me targ AC 009 EP në përdorim nga shtetësi Fiqëri Pali. Gjatë kontrollit të këtij mjeti u konstatuan brenda tij 3.500 tolona karburanti, $4.500 amerikan, 1.000 pound britanik, fletpalose propagandistike, si dhe një listë me emra votuesish përfshirë familje të njohura si mbështetëse të Partisë Demokratike. Në njërin prej makinave që u ndaluan në datën 9 maj 2025, ishte edhe vetë sekretari i drejtuesit politik të qarkut Dibër, Blendi Klosi. Më herët Partia Demokratike paraqiti ankimim edhe për rezultatin në qarkun Kukës, ndërsa seanca u shtyp për ditën e hënë, pasi opozita kërkoi të administrojë të dhënat e kryqëzuara të pajisjes PEI dhe të dhënat nga DHL për shpërndarjen e votës së diasporës.